Familja Dalladaku në Lushnje ka hapur dyert e mortit pas ngjarjes së mbrëmjes së të hënës, ku djali 45 vjeçar, Florion Dalladaku, masakroi me sapat prindrit, duke lënë të vdekur nënën e tij Florie, ndërsa babain e plagosi rënd. Pasi ka masakruar me sqepar, Florioni ka marrë makinën e të vëllait dhe është larguar për t'u kapur më pas nga policia në Fier. Familjarë dhe banorë të zonës e njohin 45 vjeçarin si person me probleme të shëndetit mendon dhe kurohej prej vitesh. Kishte probleme, kurohej, duhesh çuar aty ku duhet sepse u rëndua, por ai shenjat I dha vite më parë. Unë kam qenë në Greqi. Bëri një skandal, plagosi njërin, por pastaj sikur u stabilizua, shkoi edhe në Itali me vëllëzrit, por si duket nga ajo që nuk kurohej rregullisht, tha një banor I zonës. Familja e qetë, e mirë, punëtore, por ky djali thonë që ka pasur probleme mendore. Këta e quan vjet në Elbasan. Ka pasur probleme me familjen edhe më parë. Ka qenë cik problematik, por nuk e di si ka qenë puna, por ai ka qenë me probleme mendore, tha një tjetër banor I zonës.